Për një përshëndetje dhe falënderim të shkurtër në emër të familjes e ftojmë zotrin Binat Luma. Ndërruara struktura të UÇK-s në nivel të komunës, të ndërruar të pranishëm, në emër të familjes Luma ju falenderoj për pjesëmarrje, por kam edhe një obligim që të shpreh një keqardhje që kemi munduar shumë, ka qenë një rrugë vështirë, megjithatë neve na keni madhëruar këtë rrugim. Në vazhdim, më lejoni që në histori të shkurt shumë, rreth faktit pse këta dysmor mbetën këtu edhe nuk u krye rivarrimi i tyre. Nuk e kom pas ndërmend, por për këtë paka shumë me shtyri njënin nga pjesëmarrësit që kishte plot arsye dhe të drejtë, sepse është rast i veçantë në krahasim me dëshmorët dhe martirët tjerë, sepse për të gjithë ka ndodhur rivarrimi. Për të qenë më i qartë pak, për juve dhe opinionin e gjerë, duhet të lëshojmë pak në një histori të shkurtër. Sipas dokumenteve të shkruara, jo atyre të folura, toponimi Muha, ky lokalitet këtu thirret Muha, ku shtrihen 15 hektar livade, figuron në libra të shkruara që nga viti 1330. Në vitin 1485, në tëfteret katastrale osmane, kur atëre kjo pjesë ishte në Sanxhakun e Shkodrës, figuron gjithashtu, po për të dinë ato tëftere figuron si lagje e Cermjane, kur Cermjani në atë kohë pas ka pas 67 shtëpi, e meriton një studim pak ma thellë, por këto po flas sipas shënimeve. Ma vonë, në vitin 1900, 1897 edhe 1900, ky lokalitet me të njëjtin emër, Muha, kalojnë në pronën e familjes Lumaj, sipas dokumenteve ose tapive të asaj kohe në gjuhën osmane, të cilat ruhen edhe sot në arhivin e Shkupit. Duke mbështetur ne të drejtën e pronës mbi këto livade. Gjithmonë, është fjala për periudhën mes dy luftave botërore, gjithmonë jemi përpjek në forma të ndryshme që këto të mbesin në shfrytëzimin tonë. Prandaj, pas vitit 1900, pronarët e këtyre livadeve pësuan ndryshimet të një pasnjëshme. Në mes të dy luftave botërore, kalun në shfrytëzimin e kolonistave malazez, ku ishin të vendosura 16 shtëpi. Në vitin 1946 dhe 47, rikthehen të njëjtit kolonista malazez, por jo të gjithë, 10 shtëpi. Dhe prap kjo pronë mbetet në shfrytëzim të tyre. Kemi bërë në atë kohë kërkesa tek institucionet të ndryshme. Asnjëra nuk është marrë parasysh. Sa, ma në fund, me një rast ishte i nevojshëm edhe intervenimi fizik. Në çfarë mënyre? Në vitin 1970, 10 burrat e Lumaj me 10 kos, në mesin e tyre edhe Idrisi, disa prej tyre s'janë jetë, disa janë ende këtu prezenti kanë marrë pjesë në kositin e këtyre livadeve. Edhe pse familjet malazeze ishin këtu përreth edhe ishte pronë e tyre. Isha edhe vetë prezent, por jo aktiv në kositje. Ishim të vetëdijshëm në atë kohë se nuk do të fitojmë asgjë, por qëllimi ishte t'ju abojmë me dije kolonistat të cilët i shfrytëzonin pronën, edhe pushtetit atëhershëm, se kjo tokë, kjo pjesë, këto livadë, janë pronë e shqiptarëve. Në atë ditë ka pasuar arrestimin nga milicia e atëhershme, me kujtohen emrat edhe mbiemrat, duhet të jap tash, isha prezent këtu, ishte Bajrami si fëmijë atëherë, Idrisi ishte
i moshuar dhe thash në kuadër të atyre argatëve. Kuptohet, kanë pasuar pastaj dënime të tjera, dhe askush se ka ditë se në fund Idrizi bashkë me Bajramin do të vritën mu në këto vend, në këtë pjesë, në këto livade, edhe neve familja Lumaj, jemi konsultuar për rivarimin ose jo të tyre. Kemi vendosë, ndoshta diku i duket e pa arsyeshme, që mos të ndodhë rivarimi tyre, 2 persona për të mbesin këtu, të mbesin edhe në mënyrë simbolike si pararoj ose si roje e këtyre trojeve. Kjo ka qenë qëllimi jonë sepse opinioni me të vërtet ka pas e drejt pse thot psehe. Unë jam shërbyer me disa shënime të shkruara duke ju falendëruar profesorit Skender Ramiz Hoxha, i cili u shërby kuptohet për i burimeve të tjera, falenderoj shumë nga ky vend. Më falni se ndoshta u zgjata, por e poshtë arsyeshme ta jap këtë sqarim. Ju faleminderit. Tani, duke ju falenderuar për prezencën tuaj në ndërim të kujtimit për dëshmorët të kombit, Idriz e Bajram Luma ju ftoj të përcjellim momentin qendror të manifestimit, zbulimin e monumentit përkujtimor për dëshmorët. Për ta zbuluar pllakën përkujtimore, ftojmë bashkëveprimtarët dhe miqtë jetësor të dëshmorëve dhe ish luftëtarët e lirisë, Zotrin Gani Shabani dhe Zotrin Ramiz Sejdaj, përfaqësuesin e shoqatave të luftës së UÇK-s, Zotri Sadri Hoxha dhe përfaqësuesit e familjeve, Zotri Halil Luma dhe Zotri Besnik Luma.